sa I përket seancës së sotme, pra rastit të ashtu quajtur rasti I Badosit, sot është mbajtur seanca e dytë. Ne avokatët kemi paraqitur kundërshtimet tona me shkrim në afatin e caktuar kohor, të cilat edhe kemi elaboruar, domethënë sot në seancë. Gjyqtarja e këtij rasti ka marrë vendim që t'i hudh poshtë domethënë të gjitha kundërshtimet edhe provat e mbrojtësve apo avokatëve në këtë rast. Po ashtu sot në këtë seancë, pra gjyqtarja e këtij rasti kemi bërë propozimin për ndërprerjen e masës së paraburgimit, për shkak se ka kaluar një kohë gjatë që këta të pandehur gjenden në këtë masë mjaft të rëndë. Po ashtu sa I përket mbrojturit tim, në veçanti kam kërkuar që të ndërprehet kjo masë sepse gjendja e tij shëndetësore është e rëndë, për shkak se vuan nga një smundje e veshkave dhe vazhdimisht merr infuzion dhe medikamente apo injekcione për të ndalur këto dhimbje. Gjyqtarja me propozimin e prokurorës pra ka vendosur që të merr një pasqyrë apo një raport mjekësor nga mjekët e burgut të sigurisë lartë dhe të shohim më pastaj nëse do t'ja ndërprerën këtë masë paraburgimi.